Bismillahirrahmanirrahim. Nderuarit e mi, ndodhemi në muajin Shaaban, muajin i cili i paraprin muajit të Ramazanit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e agjeronte atë aq shumë sa që sahabët mendonin se nuk do ta ndërpriste. Kur është pyetur, ja Rasulullah, pse agjeron kaq shumë këtë muaj, ka thënë, në këtë muaj ngrihen veprat tek Allahu dhul xhelal dhe unë dua që ngritja e veprave të më gjejë mua agjërueshëm. Andaj të nderuarit e mi, le të jetë ky muaj para përgatitje për muajin e Ramazanit, para përgatitje për zemrën tonë, para përgatitje për trupin tonë, që të jemi të gatshëm ta bëjmë adhurimin e plot. E gjithashtu ju përkujtoj të gjithë ju, të cilët keni ditë pa agjëruar të muajit të Ramazanit, që t'i agjëroni ato. Keni kohë deri pa filluar muaji i Ramazanit. Elusim Allahun Azza wa Jall të na mundsoj të arrijmë këtë muaj, të na mundsoj agjërimin e tij të plotë, dhe të na mundsoj shpërblimet larta dhe xhenetet e larta tek ai.